a mund të bëjmë 2 niyete në agjërim, edhe Shawwal edhe borxhin e Ramazanit, si duket e ka për qëllim, kështu më kanë thënë. Allah të rujtë, nuk ta kisha preferu një gjë të tillë, ma sakta se nëse bashkohet një farz me një sunet, nuk duhet më kry një adhurim me 2 niyete. Unë këtë përgjigje e jap. Ka për ulemave që kanë bë dallim nëse bashkohen 2 farze mes vete, kjo e para, të banë që hiç nuk banë, si me thonë për fali drekën edhe i qinin, njëherë për fali, a me 2 niyete. Për fali njëherë në ora 2 për fali, me niyete edhe drekë edhe i qini, zbanë 2 farze. Ose me agjëru 2 Ramazanit, të vitit kalumet si vjemit, 30 ditë me agjëru me nijet për 60 ditë, pra 2 farze zbanë. Pastaj kemi një farze dhe një sunet, si që është borxhi Ramazanit edhe Shawwali. A banë, ma sakta nuk banë. Po nëse kemi 2 sunete, a banë? Themi inshallah taala 2 sunete banë. Banë 2 sunete, ama në këtë rast, nëse qëllon e han edhe Shawwal, banë. Me niyet edhe pse është e han edhe pse Shawwal. Ama një farz dhe një sunet, unë jap përgjigje që mos e praktikoni këtë, sepse kjo ndodh mas pari nga një person dembel, edhe nuk më flan zamra me thonë që banë. Nëse ndëgjon në hoqë tjetër që thot, atër ti edhe ai e merrni, po them kështu, përgjegjësinë vetë.